Nuk rria dot pa u treguar këtë ngjarje që ka ndodhur. Është një ngjarje që po të ishte ndonjë shqiptar padyshim do kishte hapur luftën e tretë botërore. Shiko se çfarë ka ndodhur në Kanada. E lexova sot një artikull dhe nuk pata kohë që ta bëja videon më përpara, por do t'ju tregoj tani. Janë ngjarje që duhen diskutuar sepse mund edhe të ndodhin. Me një shqiptar njerë nuk besoj, nuk ka shans, por megjithatë mund doja u tregoj. Kush është rastisht i gjithmonë t'i bëj like faqes nëse nuk ka brende, që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Një Lawrence Campbell nga Kanadaja ishte i fejuar me një vajzë, Kelly McKay, një gjë e tillë, Kelly McKay. Dhe ky zotëria punonte i shkreti nga mëngjesi deri në darkë. Ajo herë punonte, herë s'punonte e fejuara. Por ky punonte dhe nuk kishte shumë të ardhura financiare. Në fakt, nëse keni vënë re kohët e fundit, në Kanada ka rënë, nuk është më si dikur. Dhe shumë njerëz thonë që duan që të largohen nga Kanadaja. Dhe ky, duke mos patur, kishte ndruar dhe punë, dhe që nga momenti që kishte patur probleme me Covid-in, nëse mbani mend, ky ndroi punën dhe kishte mbyllur llogarinë që i jepnin përpara parat, sepse kishte një vend, një numër llogari ku i jepnin parat, dhe kështu që e kishte mbyllur atë për të hapur një llogari tjetër. Meqense nuk kishte më punë, sepse s'po punonte, dhe gjeti një punë tjetër, nga një moment e hoqi atë numër llogarie dhe pastaj mendoi që sa afërmi do ta bënte. Por kjo nuk ndodhi dhe nuk e bëri numrin e llogarisë. Me fjalë nuk e hapi numrin e llogarisë. Dhe megjithatë ai ishte përpara. Tani ç'ndodhi? U fut në një bar me disa shokë. Dhe ju lutën shokët, i thanë lozët e tij, me ato lodrat me llotari. Po jo tha ky se unë nuk kam lek. Pa se të ndihmojmë ne, i thanë ata. Dhe ndihmuan edhe shokët. Ky ç'është e vërteta nuk ishte lozur asnjëherë, Lawrence. Dhe tha, po loz dhe unë. Dhe lozi me pak dollar, mos gaboj as $10 nuk shpenzoj. Dhe si përfundim, kur doli dita, që erdhi dita e llotarisë, duket ishte pas 2 ditësh, 3 ditësh, një të marrë bën shokun telefon. Ora e ke fituar, i tha. Çfarë ke fituar? Po ke fituar se ata e dinin numrat që ai kishte. Edhe ky u gëzua, ky hodhi për pjetë. Dhe kështu që i thot fejuarës, kemi fituar, i thot. Ajo u knaq, sepse kishin fituar. Dhe ditën tjetër, ky shkoi që të hapte numrin e llogarisë, të hapte një llogari. Dhe nuk kishte patur koha të di që të hapte llogarinë, dhe i tha ajo e fejuara, po që tha vendose tek llogaria ime, tha, sepse ne bashkë jetojmë. Dhe ai ashtu bëri. Zotëria fitoi $5 milion kanadez, që janë rreth 3,5 milionë euro, parafërsisht 3 milion euro. Dhe kështu ishte ti, mori këtë biletën, ja dha asaj, dhe kjo shkoi dhe bëri transfertën e parave, sepse i dërgoi kjo, sepse ishte detyruar që i dërgonte kjo, pra e fejuara, t'i dërgonte kompanisë që kishin fituar llotarinë. Dhe një ditë më vonë, ky shkoi në punë, një ditë më vonë, kur u kthye, shtëpia ishte bosh. Ajo kishte iku e shoqja, me fjalë e fejuara, dhe iku me një tjetër. O zoti Mate, kam parasysh se si ishte ndjerë ky i shkreti. Ky më shumë për të fejuar se sa për parate, garantoj, sepse pash fytyrën e tij shumë njeri i mirë. Dhe si përfundim që thatë ju, e kërkoj ky një 2-3 ditë, nuk ka pak kjo, s'ka disa ditë që ka ndodhur. E kërkoj ky nuk e gjente. Tani ajo pas ka dalë publikisht dhe thotë që ka fituar $5 milion. Ka dalë publikisht tani, ka bërë dhe intervista,
sepse si duket dikush e ka mësuar atë, ka thënë shiko, përpara se ai të bëjë denoncimin, ti thuaj që ke fituar. Dhe kështu që ajo tani ka dalë publikisht, ka bërë dhe intervista dhe thotë që ka fituar $5 milion. Tani si do ta vërtetoj ky shkreti? Ky ka vetëm se ky numër llogarie nuk kishte. Shokët e tij, ndoshta nga telefonat, ndoshta me anë telefoni që shokët e tij që morën telefon ose që i dini numrat, pra kishte 3 dëshmitar, por pak a shumë nuk ka vlerë, sepse sidoqoftë ajo bileta që ai ka fituar ja dha asaj. Kështu që mund të ndodhë dhe një gjë e tillë. Mund të ndodhë që ajo të thotë që ky ja fali për disa gjëra, për shkak se gjëja i kishte para borxh apo ku ta di unë. Mund të thotë ç'të doja ajo, po i shkreti jo vetëm pa para, por edhe pa të fejuar me ti. Po ajo si pa pikë turpi dhe ajo iku me një tjetër. Sa mori parat, iku me vrap. E tani doja t'i pyesja juve, çfarë do bëni me një si pot? E ka parasysh, po t'jeni ju shqiptarët. Ju, e ka parasysh edhe unë. Ajo pa dyshim do piqej në diell, jo në zjarr. Nejse, fali që qesh kështu, po tani më erdhi e qeshua, se më përpara kishe inatin e shqiptarit. Ishe atë zirë totalisht, në tha, i me shoqe, tha, po ti tha qaj ke asgjithash. Po unë gjithë serios kështu. Se ishim në një qendër komerciale të madhe, dhe aty duke bërë speza pjesa tjetër e familjes, unë po lexoja. Dhe kur pash këtë, më nxi fytyra. Edhe erdhi i me shoqe, qa ke dhe asgjithash. Po, me insistoja. I thashëm, po ky, i thashëm. Pse se fut në si jemi ne u bërë, po. Sa ndoj që të kaloj kohë, ne kemi gjaku në po. Ma është për të ardhur keq. Ne na vlon gjaku. Dhe po thoshja, është gjuna e madhe. Gjuna sepse ai e fitoi me... E fitoi, ishte drejt e tij, me fjalë që e fitoi. Fitoi një llotari $5 milion dhe të paktën edhe sikur, ajo t'i vidhte parat, paktën t'i mirte gjysmat, në qoftë se mund të thoshte për shembull që okej, ti më ke kaq, ose unë po iki, do më japësh gjysmat, kaq, sepse dua. Por jo t'i marrë që të gjitha parat, t'i iki nga shtëpia edhe të shkoj me një tjetër. Ju qa do bërit në këtë moment? Si kur t'ishte dikush që jetonte me ty, qofse flas për ju, për meshkuj. Çfarë do bëni t'ju në qofse ajo do merrte parat e fituara që ti kishe fituar dhe tikte. E tikte me një tjetër. Jo vetëm shumë tikte, por me një tjetër. Ose do i pyes ju gra, si kur t'ishte një mashkull ai tjetri. Me një fjalë, t'ishit ju që fitonit, ju gra, dhe edhe vajza, dhe i fejuari juaj, ose burri juaj, të merrte parat, sepse ju s'kishit një llogari bankare, dhe edhe ta di. Dhe ai tikte me një tjetër, sa do bëni t'ju? Ejse, më vjen keq për atë, më vjen keq. Erdha. Po thosha, edhe flasin se është vonë tani, është vonë për gjumë. Megjithatë, pres komentet tuaja, ju përqafoj natën e mirë, dhe inshallah fitoni, jo 5, por fitoni $50 milion, inshallah i fitoni. Por mos ja çoni tjetrit, ose tjetrës në llogari, mbajni për vete, hapu një llogari tuaj. Hajde, natë.